Përshëndetje nga kuzhina ime. Sot për fillim javë kam zgjedhur një pjatë të ngrohtë, të shëndetshme dhe me shije shtëpie. Është gjellë me thjerza, perime të përgatitura në tenxhere presioni. Jo vetëm që përgatitet shpejt, por ka dhe një shije fantastike. Fillojmë nga puna. Do përdorim grirësin e perimeve me qëllim që t'i grim të gjitha perimet këtu. Grim një qep të plotë të madhe. E coptojmë në pjesë të vogla. Bashkë me qepën unë kam vendosur dhe 2 thelpi njudhër. I vendosim direkt në tenxhere, duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri, direkt në zjarr, natyrisht për t'i bërë një kaurtisje. Ndërkohë që qepa kaurtiset, ne do presim perimet e tjera. Këtu kam 2 patate, janë të plota këto patatet. Grirësi i bën sa thjerzat patatet. Vazhdojmë t'i grim. Edhe patatet tashmë janë gati. Qepa është bërë transparente. Shpirtin e nësë. Gjella. Gjella nëna. I bashkojmë bashkë me qepën. I japim një kaurtisje. Vazhdojmë me prerjen e perimeve. Këtu kam 3 spesa, 2 janë të kuq dhe 1 jeshil. I coptojmë në pjesë të vogla. Dhe do t'i grim akoma në pjesë më të vogla tek grirësi i perimeve. Natyrisht nëse nuk e keni një grirës të tillë, edhe me dorë mund t'i prisni shumë të vogla. Perimet tashmë janë gati. I bashkojmë në tenxhere me përbërësit e tjerë. Jo, zemrena nësë. Është momenti për të shtuar thjerzat. Natyrisht që thjerzat i kam lar, i kam kulluar, janë 1 filxhan të çajit me thjerza. I bashkojmë të gjitha bashk. Dhe në fund fare do grim 4 domate, janë mesatare këto domatet, nuk janë shumë të mëdha. I pastrojmë domatet nga lëkura dhe më pas i vendosim te grirësi i perimeve. Domatet do t'i kthejmë në pure. Në këtë periudhë domatet nuk kanë shumë ngjyrë, ndaj unë do t'i shtoj edhe një lugë të gjellës me salcë. Lugën e salcë, nena. Po, me salcë, nëna. Lugën e beri. E beri, nëna. Daldoj. Ta trazoj. Shtuam puren e domateve. Më pas një lugë të gjellës me salcë tomateje. E përsjej mirë. Për ta aromatizuar shtojmë 2 gjethe dafine. 1 litër me lëng mishi, sigurisht nëse nuk keni lëng mishi me ujë. Thjerzat shijojnë shumë edhe pa lëng mishi. I shtuam 1 lugë të çajit me krip, pak piper të zi. S'na ngelet gjë tjetër, vetëm ta mbyllim tenxheren dhe ta lëm të ziejë avash avash për 30 minuta. Jemi në fund të zierjes, si e shikoni gjella është ajkosur. Në fund unë i shtoj 2 lugë të gjellës me uthull për të përthithur më shpejt ekuri që kanë thjerzat. Nëse do më krip është momenti për ta rregulluar dhe është koha për ta servirur. Pak majdanos sipër, nëse dëshironi edhe rigon. Edhe pak vaj ulliri dhe thjerzat janë gati. Unë kam turshit që kam përgatitur nga vera, do ta shoqëroj me këto turshit e kastravecit.
dhe duken kaq të mira këto turshi. Plot shije, ngjyra dhe vlera ushqyese kjo drek. Ju falenderoj që më ndiqni.